Flamurtari në administrimin e kompanive turke dhe Sinan Idrizit në një afat të pacaktuar deri në nisjen e privatizimit të klubit, por edhe merkato dhe një skuadër cilësore për sezonin e ri futbollistik 2025-2026. Drejtori i klubit vlonjat Alfred Ferko e quan pozitiv vendimin e Këshillit të Bashkisë Vlorë, një vendim i pritshëm sipas tij, duke parë dhe investimet e deri tani në klub nga presidenti Sinan Idrizi. Natyrisht ishte një vendim pozitiv, atë që prisim, atë që kërkonim dhe ajo ishte drejt. Zoti Sinani Idrizi ka vite që investon dhe është e drejtë i legjitime që të vazhdoj në këtë projekt madhështor që ka për Flamurtarin dhe besoj është një vendim i drejtë nga Këshilli i Bashkiakut. Natyrisht ishte një veprim logjik dhe morë vendimin e dur për mendimin tim. Ferko ka theksuar njëkohësisht se merkato tashmë ka nisur me zyrtarizimin e 2 afrimeve të reja, por dhe rinovimet e lojtarëve të sezonit kaluar, me qëllimin për një skuadër cilësore, ndërsa dhe emërimi i trajnerit tashmë është çështje ditësh. Natyrisht ju kam thënë dhe para disa kohësh që gjërat duke ardhur do përmirësohen, do shkojnë në drejtimin e dur, siç e shikoni mbas nesh e filluam dhe pothuajse para një muaji dhe fusha është gati në përfundim e sipër, një projekt dhe shihni mbrapa jush dhe tribuna qendrore vazhdon me projektin e saj për të bërë krejtësisht e re edhe stadiumin në tërësi, kurse nga ana për problemin e ekipit që është në vazhdim, natyrisht ka rinovime, siç tha Trashi dhe Kaloshi, janë 2 afrime të tjera. Është Tedorovski që mbrojtësi djathtë dhe natyrisht portieri janë të dy vjen nga kampionati i Maqedonas dhe janë përforcimet e para dhe do vazhdojmë në vijim me shumë projekte të tjera. Atë është duke diskutuar drejtori teknik Pollozhani së bashku me trajnerin që do vi, pothuajse është çështje kohe që të konfirmohet. Kështu që jemi në rrugën e dur dhe jemi në kohët e dura. Do bëjmë ç'është e mundur që kam thënë që fillim të japim një flamurtarit qytetit, tifozave, një ekip që e meriton ky qytet. Trajneri i ri Flamurtarit është spanjoll, si edhe konfirmohet nga vetë klubi, ndërsa gjithçka do të jetë gati, si me futbollistë të rinj, ashtu dhe me infrastrukturën në nisjen e sezonit të ri futbollistik, i cili starton në muajin gusht.